Varg Festivali po merr gjithmonë më tepër hapësirë, jo vetëm si audiencë, po edhe si pjesëmarrje. Për shembull, sonte kemi një autor që është shumë pak i njohur, por që origjinën e ka në të kaluarën e letrave shqipe. Ky quhet Lek Tasi. Dhe është shumë interesante të kuptosh që shqipja si gjuhë furnizohet jo vetëm nga letërsia e re, po edhe nga e vjetra që u censurua ose mbulua për arsye historike nga kohrat. Sigurisht këto takime publike kanë të mirën e vet që janë tërësisht të natyrshme, janë në audiencë natyrore, domethënë janë në hapësira natyrore, shpeshherë marrin edhe jo vetëm interesin, po edhe pyetje nga publiku ose interferencë mund ta themi, dhe krijojnë atë atmosferë që quhet ndryshe shpirti, që është shpirti kolektiv, shpirti i gjuhës, shpirti i qytetit. Shpeshherë në këto qytete na përzihen autorë të cilët janë vendas, që sjellin kolorin e vendit dhe që na çudisin me mënyrën origjinale të perceptimit që ato kanë mbi gjërat, larg konvencioneve të qendrës ose të kryeqytetit. Dhe shikojmë që gjuha e tyre është e pasur nga elementet jo thjesht dialektore, por influencat që ato i kanë në grurin e fjalës së tyre. Dhe me thënë të drejtën, nuk e kisha menduar që kjo aventurë do të ishte kaq e bukur, kaq e çuditshme, duke na përzier me njerëz, me kultura lokale, me pyetje të befasishme, me njerëz që dëshirojnë nga auditori të dalin dhe të bëhen protagonistë duke lexuar pjesët e tyre, duke dhënë mendimet e tyre, ngadonjëherë duke u bërë të kundërshtar të fortë për një opinion ose për një dilemë artistike ose estetike. Letërsia moderne zakonisht është kinetike. Ajo nuk krijon ato kulmet me të cilat normalisht referohen pastaj të gjithë në to. Përkundrazi, ajo tenton ta shpërndajë, ta thërmoj kulmin dhe secili të ketë pjesë si një xeheror në të. Shikojmë që shqiptarët shkruajnë shumë, janë poetë, duket sikur është për të qeshur, se po shikoj buzëqeshjen tuaj, por fakt është që duke ndryshuar rrethanat, duke ndryshuar kontekstet, gjërat që duken të parëndësishme, papritur bëhen të rëndësishme, papritur marrin një tik estetik që ti mendoje që ato nuk e kishin. Kështu që çështja e artit ndër të tjera nuk është çështje e vërtetës absolute, po është çështje percepcioni. Dhe shihen si ke verrat. Të gjithë mund të pinë verë, po shihen e dallojnë ato që njohin verrat. Dhe çdo verë, sado e keqe ka shihen e saj dhe si me thënë, tharmin e saj dhe efektin e mirë organik. Është për një vetë riprodhim, për një poiesis.